Kalon përshtypja është që keni thonë që në kohën kur ka ardhur në Likafs, nëse s'gaboj, kryeministri Albin Kurti në detyrë që tashmë është, Samili Shtoku i ka lutë, i ka kërkuar me vesh uniformën e OÇK-s, por nuk e ka vesh. Ka qenë në Arbri, keni qenë ju prezant? Jo, në 98-ën shtabi i përgjithshëm është themeluar në Arbrit të Kosovës, në Arbrit Drenicës. Dhe pothuajse deri në nëntorë të 98-s, shtabi i përgjithshëm ka qenë atje. Pastaj në nëntorë të 98-s është vendosur në Kleçk, në malet e Pagarushës. Dhe në shtator, Adem Demaçi është caktuar nga shtabi i përgjithshëm si përfaqësues politik i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Pra, sepse ka pse theksoi shtabi i përgjithshëm, sepse në fillim ka qenë përfaqësues politik i shtabit të përgjithshëm. Dhe kur ka ardhur atje, ka ardhur bashkë me Albin Kurtin dhe Samil Ushtaku i ka propozuar Albin Kurtit që të bëhet pjesëtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Konkretisht Samil Ushtaku. Konkretisht Samil Ushtaku. Dhe zotëria nuk ka pranuar. Unë nuk kam qenë prezent, por ama prezent në këtë sallë, në këtë vend. Kanë qenë edhe 7 vet atje. Kush janë ata? Tonë 7 persona tjerë. Le ti thot Samil Ushtaku. A ka qenë baba ju atë? Jo, nuk ka qenë. Le ti thot Samil Ushtaku. Kjo është hera e parë. Ka qenë thoçi këta, ish presidenti? Jo, pra jo tha që nuk ka qenë në moment. Po ka qenë Kadri Veseli. Po Kadri Veseli nuk mund të flasë sepse ndodhet diku tjetër, po Samil Ushtaku është gjallë dhe mund ta thotë. Kurse propozimin e dytë i është bërë kur ka qenë në Kleçk, në shtabin e përgjithshëm në Kleçk, në dhjetor, atje propozimin e ka bërë Lahi Ibrahimaj. Lahi Ibrahimaj. Po. I ka thonë vesh edhe nuk o vesh. Po. Kjo është deklaratë e saktë. Kjo është deklaratë e saktë. Të dy personat janë gjallë dhe të dy personat mund t'i pyesin dhe mund të thonë, nëse unë gënjej. Pra juve mund ta pyesni, ka gënjur Dritani apo s'ka gënjur Dritani? Pra kaq shumë e thjeshtë. Po shumë e thjeshtë, po. Kaq është. Nuk e besoj djali i komandant Shpendit, nëse s'gaboj apo? E ka pas në Shpendi Delaveri? Jo, shpëtim golem. Nuk besoj që djali i komandant Shpëtimit gëzon me gënjej. Jo, unë them që nuk po gënjej. Personat janë gjallë dhe mund të dalmi tek ti, po pse nuk guxon me vizitu Kosovën? Sa unë e di që e do shumë ti. Shiko, unë nuk vi dot në Kosovë për arsye se jam person në kërkim nga gjykata e Hagë, nga kjo gjykata e Kosovës që ndodhen në Hagë, se po i themi gjykata e Hagës, gjykata e Hagës, është gjykata e Hagës. Është gjykata e Kosovës që ndodhen në Hagë. Akuzohem për të njëjtën vepër që akuzohet edhe Hashim Thaçi pra për dëmtim të drejtësisë, nxjerrje të pengim drejtësisë, këto budalliqet e tyre, pra. A ke zbulu në dëshmitar, se unë e di që ke thonë që ka njerëz që janë marrë jo, ata nuk janë dëshmitarë, unë i kam akuzuar, sepse këtu qëndron problemi. Problemi thotë që ata më akuzojnë se unë kam nxjerrë emrat e dëshmitarëve, ndërkohë që unë nuk kam nxjerrë emrat e dëshmitarëve. Ata nuk janë dëshmitarë, unë i kam akuzuar për dëshmitar të rrem, për dëshmi të rreme. Pra unë kam bërë akuzë publike që këta njerëz janë dëshmitar të rrem. Pra është ndryshe ti je dëshmitar dhe nxjerrësh emrin e një dëshmitari, është ndryshe ta akuzosh dikë për dëshmi të rreme. Kush janë dëshmitarë? Unë kam akuzuar 6 persona që janë dëshmitar të rrem në procesin gjyqësor ndaj Sali Mustafës. Sali Mustafa është akuzuar me dëshmi të rreme. Njëjta gjë është akuzuar me dëshmi të rreme edhe Pjetër Shala, edhe emrat e tyre të Pjetër Shalës dhe të familjes, ata janë një familje që e akuzojnë Pjetër Shalën. Edhe ata i kam deklaruar, pa i kam thënë. Pra këta janë 2 persona që për momentin është e vërtetuar që janë akuzuar me dëshmi të rreme. Edhe pjesa më e madhe, edhe dëshmitë të tjera që janë në procesin tjetër ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Bas Jakub, janë totalisht të rreme, janë prralla. Pra janë të rreme për arsye se ti i ka akuzuar këta persona për diku rreth mbi 150 serb të vrarë ose të humbur ose të zgjuar. Ndërkohë që dëshmitë e familjarëve të tyre serbe thonë që kur vinë në proces thonë që fëmijët e tyre, burrat e tyre, baballarët e tyre kanë qenë paramilitar, pra kanë qenë veshur. Në momentin që ti je paramilitar, atëre këto dëshmi nuk kanë punë në këtë proces, sepse ti i ka akuzuar për krime lufte, të vrasësh një ushtarak, nuk është krim lufte. Krim lufte është vrasje një civil, pra këtu në këto mes kemi vrasje të civilëve. Kemi vrasje të ushtarakëve. Absolutisht, po këtu. Paramilitarëve. Po. Ç'pun kanë ata në këtë proces? Çdo njeri kishte vrarë paramilitar. Edhe unë sa të më mor praktik shtëpisë. Absolutisht. Pra kjo është problemi. Dhe pastaj thon drejtësi, këtu s'ka çështje drejtësie më. Çka më tani a do të lirohen ata? Unë uroj që të lirohen, po kjo drejtësia e këtyre, kjo drejtësia e mbrapsht e këtyre ndërkombëtarëve, unë nuk një mendim thotë që një pjesë do të lirohen, një pjesë do t'i mbajnë në shkallë të parë, pastaj kur shkojnë në shkallë të dytë mund të lirohen. Cilat do të lirohen sipas teje? Mendimi yt? Unë mendoj që ata do të lirojnë Kadri Veselin dhe Recep Selimin në shkallë të parë dhe pastaj Baca Jakupi dhe Hashimi e fitojnë në shkallë të dytë dhe lirohen. A e she
ish presidentin thotë që përsëri në politikën Kosovë? Unë do të doja që të kthehej. Nga disa deklarata, nga disa intervista që ka dhënë në fund, kam parë një stepje të tij që nuk do të përzihet më në këtë. Por ama unë do të thosha që duhet Kosovë sigurisht. Duhet të kthehet sepse ka një karizëm, ka një ashtu mund ta bëj bashkë opozitën e cila është bërë pikë 5. Pra le ta themi, opozita në Kosovë është secila është pikë 5, secila në sabletin, kanë fundur duar në xhep edhe po rrin me duar në xhepa. Pajtuna plotësisht. Rish me duar në xhepa, në opozitë nuk është opozitë. Është se hirlik. Pra hajde dalim dhe bëjmë se hirlik. O bo paterice e pushtetit? Po nuk do të thosha paterice e pushtetit, po pushteti është duke shfrytzuar këtë serlikun e tyre. Të paaftësinë e tyre për të bashkuar, të paaftësinë e tyre mungesën e karizmës, mungesën e një individi, një personi që t'i bëj bashkë për një luftë politike. Pra, problemi është një luftë politike, po një luftë politike jo si kjo që bën Albin Kurti, kjo nuk është luftë politike. Luftë politike me të akuza në fillim, kur filloi procesi politik në Kosovë pas luftës, pra në 10-15 vitet e para ka qenë një proces politik i ëmbël i këndshëm që ishte shembull për pjesën tjetër shqiptarëve. Që shisi bëhet politika në Kosovë, pra normalisht me ato akuza, po pa akuza të cilat, pa sharje, pa fyrje, pa denigrime, pa këto gjërat dhe edhe procesi zgjedhor ishte i këndshëm. Tash jena bu mazizit e ju. Tash juve na keni kopjuar neve dhe kjo është. Jo mazi. Nga njëra anë vërteton që jemi një popull, një komb, pra nuk ekziston kombi kosovar, këto prallat e kombit kosovar nuk ekzistojnë. Nuk pajtohesh me zhveten Spajit që thotë kombi kosovar? Jo, nuk pajtohem se nuk ka komb kosovar, sepse komsia e thot Fanoli nga një shprehje pra. Unë jam me Fanolin dhe jo me Nezhmedin ose me gë tjetër. Fanoli thotë që fen mund ta zgjedhësh. Pra fen njeriu e zgjedh. Musliman, katolik, budist, çfarë do të thotë, po. Kurse kombin nuk e zgjedh dot se ke lindur. Pra aty ke lindur. Dhe që ta ndrosh kombin, duhet më parë thot marrësh një vul që të bëhet tradhtor. Po. Pra kjo është. Pra un jam me Fanolin, nuk jam me Nezhmedin. Është vërtet. Po kur jemi tek vraset që përmendëm më herët, të vraset e pas luftës të eksponentëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, kush mendon që se shpeshherë kanë gjujt shiku tek këto? Duhet kemi një vrasje të pas luftës të eksponentëve politik të LDK-s, unë mendoj që duhet të gjenden brenda rradhëve të LDK-s, sepse nuk ka pasur asnjë edhe le ta shohim shumë aspektin e thjeshtë. Do marrim thjesht ta zëm se nuk kemi lidhje me këtë punë. Dhe po dëgjojmë që një vrasje politike. Okej. Këta që dolën nga lufta krijuan partinë e tyre politike dhe kishin boll akuzën kurriz. Kishte edhe plot probleme sepse kishte edhe sepse duhet kemi një parasysh një pjesë që dolën nga UÇK-ja menduan se ju përkiste Kosova, edhe filluan edhe ta egzageronin, pra me këtë se ne kemi çliruar, ne u kemi çliruar, merr atë, merr këtë, pra kishte edhe egzagerime të tilla, kishte edhe budalliqe të tilla, pra nuk përjashtoshin këto. Dhe këta që dolën me këtë forcë politike nuk kishin asnjë nevojë të vrisnin kundërshtar politik të një partie politike të fuqishme, sepse LDK është një parti politike e fuqishme. Absolutisht. Parti e fuqishme, sepse kjo jo vetëm që nuk i lejon të hiqte mundësinë për të bërë përpara, për të marrë elektorat, por i bënte target pra me gisht, shi këta që të vrasin, shi këta që të bëjnë. Dhe përsëri këta e morën gishtin, pra këta të vrasin. Ndërkohë që nuk kishin nevojë të vrisin asnjë zyrtar të LDK-s. Unë mendoj që vrasjet e zyrtarëve të LDK-s kanë ardhur për hapet të brendshme të LDK-s për nevoja politike të pas luftës, sepse pas luftës ndryshoi rrjedha politike në Kosovë. Pra ti po thua vrasja është brenda LDK-s? Unë mendoj që vrasjet janë brenda LDK-s për nevoja politike të fraksioneve të ndryshme, të njerëzve të grupeve të ndryshme brenda LDK-s, të